Njihuni me lepurushin e Olta Kiçarit. E shtrir nudën në krevat, Olta i prezanton të gjithë me lepurushin e saj, të cilin duket se e mban mbi shpinë. Duke parë flokët vion të aktores bukuroshe, nuk dyshonim se do të kishte ngjyrë të bardhë, si për të kombinuar më mirë. Ermali po kalon ditë argëtuese në Abu Dhabi, ku ndodhet që prej 2 ditësh bashkë me Amin. Por mendja Amaj ka shkuar te Kenca. Me një bluzë të vënë mbi kokë dhe për të përshëndetur sa më shumë vendasve, ai ka lëshuar batutën e radhës, duke u tallur me ata që ka prezantuar si fansat arab të Encës. Kjo që kaloi ishte padyshim java e familjes OTR, pasi klipi i Encës Drejsh i habiti të gjithë me shifrën e frikshme prej 1 milion klikimesh në vetëm 2 ditë, tani ishte radha e Noizit. Ai falenderoi fansat në Instagram pasi arriti 3 milionët me hitin e tij të ri Grande. Bravo! Kur prindërit kanë rrjete sociale për fëmijët, nuk ka paqe. Megjithatë, nuk është ky rasti i Beatrix Ramosaj, e cila duket shumë e lumtur që del në foto e përqafuar me maman e saj Antigona. Kë e fundit e postoi atë në Instagram dhe mori nga Trixa një zemër si koment. Bë mama të ngjaj, kjo shprehje duket e thënë posaçërisht për Adrola Dushin dhe vogëlushin e saj bukurosh Troi. Në këtë foto të postuar në Instagramin e Adrolës, ajo dhe Troi duken si 2 pika ujë.